Shumica thonë, a mund ta pushon diella kryeministin Rama. Ishte diçka interesante, do të thonë. Duhet ndjekë dhe Kosova, pse të vendos Vjosa Osmani, të vendos një inteligjencë artificiale presidentin, do të thonë, ishte edhe më interesante. Diella do të lindë edhe fëmijë. Për shembull në Kinë, tani roboti ka filluar të lindë fëmijë. Dhe me thonë, po i kanë futur një mitër artificiale diçka e tillë, edhe me anë të spermatozoidit, edhe ta për 9 muaj lind fëmijë, dhe me thonë, nga inteligjenca artificiale, dhe me thonë, një robot lind fëmijë. Ushtria nuk do bëhet më me njerëz fizik si puna jote e imja, po nga robot, dhe me thonë, që kanë lindur fëmijë, dhe ata do shkojnë në luftë, dhe me thonë, dhe do luftojnë, dhe me thonë që fëmijët mos vajtojnë, mos të bëjnë. Edhe martesa do t'i bëjmë online. Është edhe martesa e të njëjtës gjini, dhe me thonë, moshë me moshë dhe femër për femër, që të mos ta merr vesh ai gjyqtari se mund të jetë një kushëri i jot. Futesh një Elbenja, dhe me thonë, mbush formularin të dy krahat edhe bien dakord, dhe me thonë, dhe bëhet pa vendim gjyqi, pa pritur radhë, pa paguar avokat, dhe me thonë. Tani jemi në hapat e parë dhe akoma është si ajo fëmia që shkon në Kopësht, në klasë parë, 9 vjeçare, deri shkon në doktoraturë, domethënë. Jemi akoma në Kopësht tani me inteligjencën. Jemi në hapat e parë. Sot po flasim për inteligjencën artificiale. Po inteligjenca artificiale është për herë të parë në qeverinë shqiptare. Dhe siç e dini, domethënë është edhe tek ne një provë, dhe me thonë, se si do vazhdoj. Por shumica e njerëzve mendojnë që diella shkruhet nga vetë Rama teksti i saj, dhe kështu që nuk e besojnë. Megjithëse para parlamentit javën e kaluar ai tha që jam shumë e mërzitur nga debatet, nga komentet, nga debatet që bën opozita ndaj saj, dhe ti po thuaj që Rama është edhe kryeminist dhe ministër i inteligjencës artificiale. I inteligjencës artificiale, po siç e dini, një robot për shembull në vendin tonë, ministre do ishte mirë që në vend të saj të ishte një person fizik, njëri tamam, domethënë, që do ulte dhe numrin e papunësisë, dhe do ishte diçka, domethënë, që ta kontrollonte në të vërtetë këtë fushë, domethënë, ashtu siç duhet, pasi siç e dini, tani inteligjenca artificiale është e pranishme në gjithë botën. Dhe Shqipëria është i vetmi vend në Europë, le të themi, që ka implementuar një ministre me inteligjencë artificiale. Çfarë do thotë kjo? Shqiptarët nuk janë të aftë që të drejtojnë, pra a do ta kemi ne besimin tek inteligjenca artificiale? Po, duhet ditur që inteligjencën artificiale na e kanë imponuar, nuk është se kemi është një ide jone, domethënë se kjo para se të vijë në jetë qeveria Rama 4, nuk ekzistonte fare si ide, domethënë jemi inteligjencë artificiale. Sa dini ju kush na e ka implementuar këtë? Kush na ka? Po përgjithësi Shtëpia e Bardhë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë mund të jetë CIA, mund të jetë FBI-ja, domethënë që nëse Shtetet e Bashkuara na kanë detyruar, le të themi, në thojza që të vendosë një ministër me inteligjencë artificiale. Pse nuk e vendos vetë? Po, është e vërtet, po tani eksperiencën tonë mund ta përhapin dhe shtetet tjera, domethënë, dhe mund tani jemi në fazat e parë, domethënë, të këtij hapi, domethënë, po në të ardhmen, për shembull, Japonia që është nëna e teknologjisë e robotëve. Se ka implementuar një gjë të tillë? Po, se kam parë të arsyeshme, pasi tani për tani ai shikos si shaka, domethënë, inteligjenca artificiale të jetë një ministër, domethënë, pasi nuk e dim rolin e saj dhe nuk e dim fuqinë e saj, pasi shumica thonë, a mund ta pushon diella kryeministin Rama. Ishte diçka interesante, domethënë, unë thash që diella s'mund. Diella pushon kryeministin Rama, por Rama pushon ministrën me inteligjencë artificiale. Po, shumica e ngatrojnë inteligjencën artificiale me sulmin kibernetik, ke parasysh, dhe ato domethënë e shohin domethënë si një përzierje inteligjencë, domethënë që nuk kontrollohet nga vetë njeriu. Për atë domethënë mendojnë që me anë të inteligjencës artificiale dhe një ministre, atëherë ne do fokusohemi më shumë domethënë te problemet e teknologjisë. Dhe kjo do të na bëte më të sigurt në të nesërmen, pasi siç e dini, në shumë aeroporte të BE-s është paralizuar gjithçka, pasi sulmet kibernetike vazhdojnë, domethënë, dhe është diçka që del jashtë kontrollit të inteligjencës humane. Mos ndoshta
qeveria me anë të inteligjencës artificiale po na shkalon problemet e korrupsionit me persona fizike dhe thot e ka fajin kompjuteri. Po pyetja është inteligjente. Për sa i përket inteligjencës artificiale, domethënë, akoma nuk është vënë në funksion, pasi siç e dini presidenti Begaj dekretoi qeverinë Rama 4, po jo ministrin, domethënë se nuk është person fizik, pasi kushtetuta nuk e lejon diçka të tillë, domethënë. Ajo jashtë liste. Po do shohim domethënë një korrektëse se si do vazhdon ki 4 vjeçar me ministrën Djella dhe kështu që ndoshta PD-ja kur të vijë, a do ta mbaj këtë lloj ministria apo do ta shkrinë, dhe kjo është domethënë edhe një pyetje tjetër që i shtohet vetë qytetarit. Rama tha që Djella do të lindë edhe fëmijë. Pra lat kuptoj që do kemi edhe ministër tjera. Si mendon sigur edhe ministri i shëndetësisë, e drejtësisë, gjithë ministrat i kishin me inteligjencë artificiale. Po do ju them diçka që nuk e dini. Për shembull në Kinë tani roboti ka filluar të lindë fëmijë. Domethënë, po i kanë futur një mitër artificiale diçka e tillë, edhe me anë të spermatozoidit, edhe ta për 9 muaj lind fëmijë, domethënë, nga inteligjenca artificiale, domethënë një robot lind fëmijë, Këtë e kam parë para 2 javë te gazeta Le Monde, është një gazetë. Pritet që gjithë ministrat dhe deputetët jenë na drejtoj kompjuter. E kam fjalën tani që ushtria nuk do bëhet më me njerëz fizik si puna jote e imja, po nga robot, domethënë që kanë lindur fëmijë, dhe ata do shkojnë në luftë, domethënë, dhe do luftojnë, domethënë që fëmijët mos vajtojnë, mos të bëjnë protesta para shtëpisë bardha apo para këtyre, domethënë. Do bëjnë protesta robotët para shtëpisë. Domethënë është diçka e tillë që lufta, domethënë, siç është lufta Rusi-Ukrainë, po të fut robot, domethënë, mos t'i vijë keq askujt se vdiq dikush, pasi janë të lindur nga robot, domethënë, dhe do të ecin përpara në ideologjinë e tyre, pasi siç e dini, bota përballet me 3 probleme, është ekonomike, ushtarake dhe ideologjike. Në rastin tonë kemi ideologjinë. Qeveria jon duket se e ka në rregull punën me këto probleme që flisni ju, domethënë, sepse thotë midis të tjerave i ka hyrë fuqishëm kësaj inteligjencë artificiale dhe edhe martesa do t'i bëjmë online. A mendon se funksionon kjo gjë? Po, ashtu si martesat dhe divorcet domethënë që bëhen online, domethënë që njeriu ta ketë më të lehtë një hap të konkret domethënë në jetën bashkëtorë, pasi ndarja dhe bashkimi të jetë shumë i shpejtë, domethënë, dhe të jetë pa probleme, pa telash, domethënë. Kush është më i shpejt, bashkimi apo ndarja? Po është e njëjta gjë, se futesh një jelbenje, domethënë mbush formularin të dikrat edhe bien dakord, domethënë, dhe bëhet pa vendim gjyqi, pa pritur radhë, pa paguar avokat, domethënë, bëhet fare as dhe martesa dhe ndarja, domethënë. Sa duhet fare as dëshmitarët, asgjë bëhet shumë thjesht, domethënë, është diçka pozitive, domethënë, për ata që e kishin bezdi, jo të shkojnë në kishë, jo të shkojnë në xhamie, jo të shkojnë në bashkie, jo pranohet, jo s'pranohet, domethënë gjithçka fast. E kam fjalën që në qoftë se ti nuk je dakord me bashkëshorten, atëherë ndash automatikisht, por tani është edhe martesa e të njëjtës gjini, domethënë moshkull me moshkull dhe femër për femër, një gjë e tillë, domethënë, nëse do më mbajt sekret, domethënë që të mos ta merr vesh ai gjyqtari, se mund të jetë një kushëri jot. Gjyqtari që i bën martesën. Si mendon se për këtë e bëjnë? Online është edhe një hap më pozitiv, domethënë, në këtë rrugë. Pritet miratohet një ligj tani për këtë gjinin që sapo përmendet ti. Po e ka futur. Por çan ndihen shqiptarët veç femër dhe mashkull? Po ndjen dhe asnjë as mashkull as femër, ka shqiptarë që ndjen asnjë. Ka domethënë që as s'duan t'ia dinë as për femër as për mashkull, domethënë kur sheh një mashkull, për shembull një mashkull, nuk i bë as nxehtë as tot, domethënë. Ashtu edhe për një femër, domethënë, një gjë e tillë. Ajo që domethënë asnjë, domethënë që nuk ka ndjenja, nuk ka shimi, domethënë që. Pra ti po mendojnë që Rama me anë të inteligjencës artificiale po vjen ndihmë këtyre që thonë mos dalin publikisht, po të paktën ti bëjnë kështu në mënyrë virtuale këto martesa. Është vërtet, pasi siç e dini, jeta është e shkurtër dhe nuk përsëritet më. Paktën njerëzit përfitojnë në maksimum. Do të jap një shembull në Angli për shembull, njerëzit ndrejnë profesion 7 herë në jetë. 7 herë. Këtu për shembull po gjini sa herë ndroj. E fillon gazetar dhe e përfundon gazetar. Po për sa i përket gjinisë që ndryshojnë gjini, në Tajland me 2000 euro e ndryshon gjinin, domethënë, brenda pak orëve. Sa herë dush brenda vitit, apo? Transgjener, biles dhe ka, domethënë, konkurs bukurie, domethënë, për transgjinorët, domethënë, që
është diçka e modës, do të thonë, nuk është se ta bë kush me gisht, jo pse bëri, jo pse ktheu, ashtu do të thonë është një hap përpara në këtë në rrugën seksuale, do të thonë, në ndjenjat që ka dikush për dikë, do të thonë, dhe i shpreh dhe një gjë e tillë do të ndodhë dhe te ne, po tani për tani është shumë herë, do të thonë, ti e sheh që akoma prostitucioni është i bllokuar te vendi ton për shkak se avash me zhvillimin e teknologjisë. Ato desha të them, do të thonë, se vinë shumë kineze, ukrainse e gjëra këtu dhe kapen dhe bllokohen edhe. Ti vetë je pro apo kundër inteligjencës artificiale dhe këtyre ndërhyrjeve online, martesat online çan këto? Po, duhet patur parasysh që diella është person fizik që ekziston, është njeri, do të thonë është qytetare e Shqipërisë. Po, diellën e kam pa, ishte te gazeta Tema, do të thonë, pamja e saj. Edhe pagu Rama një shumë simbolike kësaj, imazhin e saj. E pagu, do të thonë, një shumë simbolike, por nuk ka rol aktiv ajo vetëm ka dhënë lejen, do të thonë, që të përdoret imazhin e saj në media. Edhe tani duhet patur parasysh, nuk janë të aftë shqiptarët që ta drejtojnë një person fizik këtë lloj ministrie që i ka dhënë, ose këto detyra që i ka dhënë diellës, ta drejtojnë një person fizik, pse duhet një inteligjencë artificiale të ndryjë në këtë pjesë? Unë pata një mendim që përse një femër në inteligjencën artificiale ministre, edhe jo një moshkull, do të thonë, që t'jep forcë burrërore, t'jep forcë ashtu. Ne kemi sikur ndjellim të huaj me këtë imazhin e një gruaje të mbuluar si në kohën e Turqisë, do të thonë, dhe nuk është as pak pozitive për vetë të ardhmen e vendit, pasi inteligjenca artificiale do të jetë diçka me të vërtet artificiale, diçka që të na tërheq, që të na shokon, që të na mëson, që të na jep sensacione gjëra të tilla, po nuk ndodhi me diellën, diella ka një fjalor, një tekst njerëzor, nuk është se ka diçka që na kalon mbi njohuritë tona, mbi dijet tona, dhe kështu që mendoj që të huajt do na ndihmojë, do të thonë, që teknologjia artificiale në vendin tonë, siç e ka shteti, do të thonë, në fuqi, do developohet, do bëhet diçka shumë interesante, shumë atraktive, pasi tani për tani nuk është e tillë. Po mendoj në 4 vite do shohim, do të thonë, se si do evoluon inteligjenca artificiale në vendin tonë, dhe të shembull duhet ndjekë dhe Kosova, pse të vendos Vjosa Osmani, të vendos një inteligjencë artificiale presidentin, do të thonë, ishte edhe më interesante. Po sigurt të vendosim kryeministër me inteligjencë artificiale. Po, kryeministri nuk mund të vendoset për dy arsye. Para, një opozita nuk do, dhe e dita PS-ja është gjithmonë e gatshme, do të thonë, për një kryeministër. Ne akoma nuk kemi kryeministër femër, jo më të vendosim një kryeministër robot. Edhe duhet patur parasysh tani që kryeministri robot nuk mund të shkakohet dhe opozita nuk mund të ngrihet ndaj saj. Po nëse robotët me të vërtet marrin kontrollin e Shqipërisë, do të thonë, të teknologjisë, atëherë situata del jashtë kontrolli, pasi të drejtat e qytetarëve jo vetëm që nuk plotësohen, po edhe humbasin forcën e tyre, pasi nuk merret një vendim adekuat për zgjidhjen e tyre të menjëhershme. Dhe kështu që minimumi etik nuk do flitet më, jo më të ekzistojë. Papunësia nga 16% mund shko 30%, pasi robotët atëherë do jenë forcë e parë, do të thonë, ti e sheh për fabrika. Nëse dikur Gjermania ka patur 600 punëtor te Audi, te Volkswageni, te Benzi, tani me inteligjencën artificiale me robot, jenë 20-30, do të thonë që roboti e kape e vendos aty, do të thonë, e njëjta gjë do ndodhë dhe në qeveri, por nuk e dim kabineti qeveritar i ministres diella a do ketë robot të tjerë, apo do ketë njerëz, do të thonë, që t'i kuptojnë. Po teknologjia artificiale do ditur diçka që është shërbimi sekret, do të thonë, nëpërmjet të dhënave që disponohen, do të thonë, i fut tekstet, edhe atëherë e kap më esencialin, do të thonë. Për shembull, kemi Covid-19. Covid-19, disa thonin që e ka Kina nga një laborator kinez, disa thonin që ka ardhur nga astronautët që kanë qenë në Mars edhe në Hënë, do të thonë, ata e kanë sjellë virusin, do të thonë, kur kanë ardhur, do të thonë, si kanë zbritur në Kazakistan. Inteligjenca artificiale ka sjellë virusin?
Po e kam fjalën te problemi që ekziston te panjohuria e Covidit që u përhap, erë thoshin laboratori kines, erë thoshin nga UFO-t, erë thoshin nga astronautët, që e kanë sjellë virusin, edhe po teknologjia artificiale e zgjidh këtë problem më efikase se sa forca njerëzore. Po, në kuptimin që i shikon gjërat ashtu si duhet, pasi i bën një përmbledhje globale gjithë situatës botërore dhe pastaj del me opinionin e saj. Kjo është inteligjenca artificiale. Kurse për sa i përket inteligjencës njerëzore, ne flasim vetëm për problemet që kemi aktualisht në dosje, para tavolinës, dhe kjo është një dukuri që në të ardhmen do zbërthehet edhe më shumë, pasi tani jemi në hapat e parë dhe akoma është si ajo fëmia që shkon në kopësht, në klasë të parë, 9 vjeçare, deri shkon në doktoraturë, Jemi akoma në kopësht tani me inteligjencën. Jemi në hapat e parë, dhe do shohim se si do evoluojë, pasi edhe për ne është një eksperiencë unike.